siguri? Siguri. Vizion apo pragmatizëm? Vizion. Ministria apo kuvendi? Kuvendi. Konsensus apo përballje në politik? Konsensus. Sukses individual apo ndikim kolektiv? Vetëm ndikim kolektiv. Mbështetje publike apo besnikëri partijake? Mbështetje publike. Strategji apo spontanitet? Spontanitet. Terren apo tavolinë negociatash? Terren. Partia apo individi? Partia. Politik me zemër apo me llogaritje? Vetëm me zemër. Përshëndetje në këtë episod të radhës të Vox Politics, në cilin flasim për gratë dhe vajzat në politik, flasim për synimet e tyre, për sfidat e tyre, dhe se si mund ta ngrem zërin e grave dhe vajzave në profesionet e ndryshme që ato bëjmë, po veçanërisht në politikë dhe në vendimarrje. Shpeshherë në median shqiptare, por edhe në median online, shohim që zëri i grave dhe vajzave në politikë dhe vendimarrje nuk dëgjohet mjaftueshëm. Pikërisht prandaj, me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy, kemi ndërmarrë këtë podcast në cilin i dëgjojmë, flasim dhe diskutojmë së bashku çfarë mund bëhet më mirë, si mund t'i bëjmë gjërat më ndryshe për të patur më shumë zë, por për të patur edhe më shumë impakt edhe ndikim. Kam kënaqësinë e veçantë që sot kem në podcast një mikesh të mirë, Dona Bilali, e cila në fakt është një politikane që konsiderohet e re, por realisht ka goxha eksperiencë në politikë. E Dona është ekonomiste në fakt, në profesionin e vet fillestar dhe më pas politikane. Ka përfunduar studimet në administrim biznes, dhe ka kryer një master profesional në marketing në Fakultetin e Ekonomisë Tiranës, por titullin doktor, pra të PhD-n e famshme, po e merr në Universitetin e Vjenës në fushën e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare dhe ke marr doktoraturën e ke marrë dhe me vlerësimet më të larta dhe kjo është diçka besoj shumë pozitive dhe shumë krenari për gjithë karrierën akademike. Ti ke nisur sipas bios tënde që ne kemi përgatitur, e ke nisur karrierën në Ministrinë e Financave, karrierën politike, në akademi, më pas i angazhuar në sektorin privat si konsulente, menaxhere projektesh ndërkombëtare. Në vitin 2021 ke qenë ministre e shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, si dhe deputete e Kuvendit të Shqipërisë në qarkun Shkodër. Pas tetorit 2025, mban postin e zëvendësministres infrastrukturës dhe energjisë, apo jo? I kishin përmbledhur gjitha në mënyrë të saktë? Ne e themi zakonisht bio në mënyrën se si e gjejmë edhe se si e përgatisim ne, po pyetja e parë që më bëj gjithmonë është ajo pyetja që në fakt është pak e vështirë. Në 30 sekonda, kush është Dona Bilali e thën vetë nga ti? Unë po nis nga gjëja për cilën jam më shumë krenare. Jam mami një çuni. Kam nisë karrierën shumë herët, kam përfunduar studimet 20 vjeçë dhe menjëherë jam ndaluar si asistente pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë Universitetit Tiranës. Pra kam filluar me mekanik lektore që 20 vjeç, kam nisë shumë herët edhe në 2021 kur dëgjoja që është e re, thoya po pyetni këtë kohë sa e di se sa e re. E angazhuar fillimisht në shoqëri civile dhe më vonë ju bashkova Partisë Socialiste, thirrjes së kryeministrit në vitin 2021, si një formë për me dhanë mbrapsht për komunitetin tim, që është Shkodra. Është në fakt, ti ke qenë një deputete aktive në qarkun e Shkodrës, por pyetja është okay për të dhënë një kontribut i përgjegjësirjes, por në fakt politika të shkëputi nga profesioni apo ti arrite ti mbash të dyja paralel duke dhënë kontribut në të dyja kuptimet? Në rastin tim u bë tranziti më i thjeshtë sepse unë fillova më një herë në shtator, pra edhe deputete, po edhe ministre e shtetit për sipërmarrjen, dhe sipërmarrja duke qenë fusha ime sepse vija nga sektori privat, konsulente, siç e përmendën me shumë projekte ndërkombëtare që zbatoheshin në Shqipëri, pra impaktin edhe lidhjen me biznesin e kam nisë shumë herët. Veçanërisht me bizneset e qarkut Shkodër, kështu që ajo ishte pjesa më e natyrshme.
Kjo më dha edhe mundësinë që angazhimi pra më shumë se 1 dekade në fushën e inovacionit apo të startupeve, më dha mundësinë që të krijonim një ligj dhe më vonë aktet në ligjore dhe për të bërë një thirrje e cila vazhdon sot e kësaj dite që të jetë në fuqi për komunitetin e bizneseve inovatore dhe startupeve, ndërkohë që 2 vitet e dyta angazhimi si deputete, që është në fakt arsyeja pse u bashkova politikës, më dha mundësinë që t'isha aktive, sepse mendoj që rolin e deputetit secili e bën siç do vetë. Patjetër që ka një detyrim, që për mua është detyrimi minimal kohor, ai i komisioneve dhe seancës plenare, por e quaj veten aktive jo vetëm sipas statistikave të kuvendit për çdo sesion, por edhe për faktin që kam marrë shumë iniciativa, jo vetëm ligjore, por veçanërisht institucionale për qarkun Shkodër. Sigurisht secili pastaj edhe në bazë të arsimit, kualifikimeve, ndjesive personale, e gjen veten në disa sektor më shumë se sa në disa të tjerë. Biznesi është i pari për mua, por edhe disa kauza sociale të lidhura veçanërisht me fëmijët dhe me komunitetin pak më në nevojë në Shkodër, më ka bërë që më kanë çdo ditë motivuar për me bë diçka për qarkun tim. E kam nis këtë angazhim para se sa të hyja në politik, jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse për mundësinë që mu dha për me pas një impakt më shumë, se në funditës për mu të paktën kjo është politika, mundësi për me impaktu më shumë me vendimarrje të cilat si qytetare doja që kush ishte i përfshirë në politik t'i bënte. Veçanërisht kjo për gratë, sepse mendoj që është edhe biologjike dhe natyrale që kanë një kujdes më shumë për çdo kauzë, për çdo gjë që prekin, do ta bëjnë më butë, më kujdes. Ai fiksimi për detajet deri më të vogla, për çdo gjë që prekin, qoftë edhe një nisëm ligjor, do ta shohin patjetër impaktin social që ka, që sjell. Pastaj mëmësia më ndryshoi akoma më shumë, për me pa gjanat në një formë krejt tjetër, sepse fatmirësisht i përkas një target grupi i cili e ka mundësinë për me jetu edhe në një vend tjetër, me punu edhe në një vend tjetër. Më janë dhënë para se sa t'ju bashkoja politikës, por edhe mrapa, disa mundësi për me kanë aktive në tregun e punës edhe ndërkombëtar. E kam Shqipërinë zgjedhje dhe sa kohë zgjedh që djali jem me jetu në këtë vend, duhet të bëj maksimumin, fillimisht në mikromjedisin tim, por edhe aty ku punoj e kontriboj që të paktën kjo copa e vogël e puzzle-it, kjo të jetë okay. Fillimisht për me kanë djali jem edhe familja jem e krenare, por edhe për me lanë një gjurmë se si gratë dhe vajzat në politik mundën me kanë me sjell pra jo vetëm integritetin, ndershmërinë, disa gjëra të cilat mendoj që janë bazike për çdo politikan pavarësisht të gjinisë, por edhe këtë mënyrën pak më soft të të bërit edhe politik. Në fakt është shumë e vërtet që kontributi duhet filloj me vizionin për ta nisur nga vetja. Dhe sidomos kur rrit fëmijë në një vend, e kupton se cilat janë problematikat e vërteta dhe fillon të kuptosh edhe zgjidhjet se si duhen zgjidhur. Dhe kjo është një nga gjërat e rëndësishme për mendimin tim. Cili është roli një deputeti për një qark të caktuar? Duket sikur çështjet e një qarku apo të një qyteti i zgjidh vetëm pushteti vendor dhe politikanët që janë në pushtetin qendror janë pak më larg nga komuniteti sepse bëjnë politika kombëtare. Si mund të kontribohet ti thesh ke patur disa raste që ke kontribuar për komunitetin, si mund të kontribuojë një deputet duke qenë prezent edhe në komunitet dhe afër tyre? Unë kam parë disa modele të bërit politike, vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Dhe ai që preferoj, unë edhe ku e gjej patjetër më shumë veten, është ai modeli hands-on, pra me të qenurit aktiv në të bërit politik, pra jo vetëm fjalimet e mira në parlament ose lobimi për disa çështje të cilat në fund të ditës nuk varen drejt për drejt nga deputetët, por ky roli proaktiv pra për me pa në një institucion i cili nuk është i ndërgjegjshëm për mundësitë që jepen, sepse nuk e ka një informacion që në një ministri të caktuar për shembull ka një thirrje që mbështet pikërisht këtë target group. Aktivitetet pafund. Unë ndër gjërat që e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj është me qenë shumë prezent në qark dhe me jetu për ditëshmërinë.
pra me pa hallet e vërteta të njerëzve, por edhe sfidat institucionale. Me institucionet jam marrë shumë, jashtëzakonisht shumë, për pikërisht për me sjell ato më të mirën e tyre, që niste që nga, sepse kam pasur privilegjin me qenë drejtuese politike e Qarkut Shkodër, për me ofru fillimisht një shërbim i cili të ishte model. A rrihet kjo? Sigurisht që ka raste që mendon që duke ja dal, ka raste që mendon që po bën vriman ujë, por patjetër mendoj që nëse gjithmonë më shumë të rinj, gjithmonë më shumë vajza e gra, që janë edhe 2 target grupet e mia që të preferuara sepse kam më shumë besim, jo se burrat nuk bëjnë punë të mira, patjetër dhe ato bëjnë, por nëse angazhohen më shumë dhe nëse prodhojnë më shumë modele të tilla, mendoj që është shumë më kollaj. Një gjë që e shoh për shembull në politikën tonë, them ne gjejmë disa njerëz që janë pakica, po themi, të cilët janë modele që dëshironim t'i shohim dhe të kishim për cilët ndihemi krenar që jemi të përfaqësuar, dhe këtu po flas për politikën në përgjithësi, jo vetëm për subjektet e caktuara politike. Ne pastaj kemi tendencën që këta njerëz tash t'i japim edhe më shumë edhe më shumë edhe më shumë. Ndërkohë që unë besoj shumë te sistemi. Pra sistemi duhet të prodhojë më shumë njerëz të tillë që të bëjnë më pak gjëra secili, dhe secili duke bërë kuadratin e tij, pjesën e vet, pastaj e tëra, sistemi është ai që e çon përpara, jo individi. Është një puzzle në fakt, në cilin secili ka pjesën e vet, edhe ti ke studiuar në Austri, po kemi jetuar të gjithë në vende të cilat realisht funksionojnë, dhe ky është çelësi i suksesit. Secili ka atë pjesën e vet të vogël, dhe her pas here ne kemi tendencën e kundërt të bëjmë të krijojmë edhe problematika për sidomos zgjidhje individuale. Dhe kjo unë e kam luftuar shumë shpesh këtë gjë, edhe në atë mikrogrupin ton në cilin ndodhemi. Për shembull, nuk shqetësohemi për sigurinë ushqimore, se unë i marr ushqimet diku tjetër aty ku e njoh atë njeriu dhe s'ka problem, ose bëjmë ato zgjidhjet tona të vogla dhe nuk shohim pjesën kolektive. Kam patur gjithmonë një problem me këtë, se kam kuptuar pse duhet funksionoj kështu. Po në fakt është shumë e rëndësishme pikërisht sistemi edhe. Kur flasim për sistem, më kujtohet gjithmonë diskutimi edhe i sistemeve përmes cilave ne e formsojmë politikën. Shpeshherë kemi këtë debatin e madh që nuk e ka fajin sistemi, po e ka fajin individët apo partitë politike etj, dhe i shohim partitë politike nga larg dhe themi po, ato janë fajtorët e politikës, po jo mënyra se si duhet funksionojë gjithë sistemi. Ti në fakt ke kandiduar disa herë, 2 herë të paktën apo 3? 2 herë. 2 herë. Cilat kanë qenë disa nga pikat interesante të fushatës, ato që të kanë pëlqyer më shumë, po dhe ato barrierat të cilat ti mendon se të kanë penguar më shumë. Jo vetëm si grua, po edhe si kandidate në tërësi, pavarësisht partive politike, sepse barrierat pak a shumë janë gjithmonë të njëjta. Tani, në garën e parë, unë isha shumë avantazhuar, e privilegjuar, sepse kryesoja listën. Edhe ishte i tillë sistemi elektoral në vitin 2021 që po themi gara ishte vetëm justifikimi i punës që pse ndodhesh në listë, pavarësisht se kam bërë një fushatë shumë aktive edhe në vitin 2021. Gjithsesi, sistemi elektoral të motivon më shumë në formën se si u bë në këto zgjedhjet e majit 2025. Për mua, barriera kryesore e këtyre zgjedhjeve ishte besimi në vete. Nuk isha e sigurt nëse modeli që unë mendoja gjithë këto vite, se kam disa bindje utopike, pra unë disa parime që i kam nuk i ndroj do të është një kokëforci që herë të kthehet për mirë, herë të kthehet për keq, po unë e besoj një gjë dhe kur e besoj nuk ka birnën as literaturë që të më ndryshoj mendjen. Kisha besimin që nëse ti punon ndershëm, me integritet, nëse njerëzve jo afut të vërtetat në sy, edhe jonë, edhe jo nuk bëhet gjëja që kërkon qytetari, jo nuk bëhet tani, jo derisa të kaloj një ligj ose një VKM ose çrëndsi ka. Po ose nuk është kompetencë e një personi apo institucionit caktuar, se ne nuk i dim të. Unë kam thënë shumë jo në qark. Ose thjesht nuk e kam mundor, ose thjesht unë nuk e bëj dot këtë gjën. Dhe mendoja që ky model
Pra kur ti bën diçka, ashtu sikur se po përmend pjesën më negative, por e vërteta është se më duket shumë si mungesë modestie që edhe kam facilitu për me zgjidh shumë punë. Po. Dhe mendoja që ky model e kthen votën. Mirë po, kur gjëja ndryshoi krejt në momentet e fundit, që edhe deputetet gra që kishin një mandat nga lista mbyllur do kalonin në listë hapur, sigurisht që disa ditë kisha këtë emocionin, pra që ky modeli që unë kam në kokë, a është vërtet kështu, apo është thjesht bindja ime që se nuk ishte provuar ndonjëherë si teori. Edhe është një gjërat për cilat patjetër jam më shumë krenare, sepse unë besoj shumë te bashkimi edhe i fuqive. Pra, rezultati i këtyre zgjedhjeve, unë mora 10.000 vota, dhe pa pas nevojën për me shku në faktor për cilat pastaj nuk jemi krenar, pra kam bërë çdo gjë që t'isha e kënaqur edhe në paqe me veten time, por duke bërë çdo gjë. Pra ato 40 ditë nuk besoj që të kem fjetë në një natë më shumë se 2-3 orë, sepse rria punoja, pra nga mëngjesi kishim një agjendë, ishte një skuadër e tërë që punonte në funksion të fushatës, dhe patjetër për mua ka qenë emocionale, ka qenë transformuese si fushat, vetëm për faktin që kam takuar shumë njerëz, të cilët më vjen edhe zor ta them, po një pjesë nuk i mbaja mend. Po normal, me ka shumë që i kisha takuar, që i kisha zgjidhur një punë që edhe kur e thonin disa më kujtoheshin si rast, disa nuk më kujtoheshin fare, po është fiks aty ku e bën të mirën dhe nuk e pret mbrapsht. Të mirë dhe i dhe në lumë, thë? Kështu që ne kena një shprehje që është lidhur edhe me besimin. Bën të mirën hedhën det, në mos ta diti Zoti, ta din Zoti vet. Dhe në fakt gjatë fushatës kam pas 10 raste të tilla, të cilat as nuk i prisja fare, po pastaj ajo shkon me fise. Pra ke bën diçka për dikë, ato e kanë ta vlerësojnë, ta dinë, dhe kjo ka kanë në përqafimet më të ngrohta që prodhunen më vonë atë lloj rezultati. Është, në fakt, kur e sheh rezultatin, pastaj hyn edhe problematika e sistemit, se për shembull me sistemin e 2021-shit do kishe thyer Hersin, 2 herë bile, sepse varesh nga numri i votave, do kishe qenë në parlament. Dhe këtu hyn edhe ai problemi i sistemit. Domethënë, shpesh herë ne themi që mund të japim maksimumin, po kemi nevojë edhe për një sistem që të na lejojë të japim maksimumin. Edhe shpesh herë kjo është lufta që ne bëjmë, ti e di mirë, edhe për vajzat dhe gratë, sepse vërtet ne ju kemi dhënë mundësinë me shumë ngulme dhe këtë dhe me shumë punë që të jenë të përfaqësuara në lista për shkak të detyrimit kuotave, por pastaj janë dhe këto barrierat e fshehura të cilat bëjnë që garat mos jetë ende e barabartë. Ne shpesh herë hasim për shembull si një nga problematikat kryesore barrierën e aksesit të barabartë në financa, sepse çdo fushat ka nevojë për financat e veta, po edhe pjesën e dhunës me bazë gjinore në politik, gjuha e urrëties është 86% më shumë e drejtuar ndaj grave se ndaj burrave. Po pastaj mungesa e aksesit në media që është pikërisht një nga arsyet për cilat ne ndërmarrim këtë podcast, sepse po ta shohësh, nuk e di a ke dëgjuar si shifër, ne bëjmë studime dhe monitorime gjatë zgjedhjeve, vetëm 11% të kohës dedikuar kandidatëve e merrnin gratë dhe vajzat. Kjo është në median tradicionale, por nga një studim tjetër që kemi bërë, çuditërisht funksionon edhe në median online. Pra që nuk ka aq limite kohore apo redaksionale, le të themi, sa media tradicionale, dhe prap ka një barrierë e cila duhet, kështu që ndonjëherë duhet punuar në të dyja senset, edhe për të hapur rrugën që gara të jetë e barabartë, po nga ana tjetër edhe për të qenë një zë i fortë për komunitetin, i cili unë kam vënë nga eksperienca ime prej më shumë se 20 vitesh që merrem me politikë, jo brenda saj, po kështu në limite, që mbështes gratë dhe vajzat në politikë, kam vënë që votuesit e shpërblejnë profesionalizmin, integritetin. Ne kemi ngritur këtë mitin në Shqipëri që kush është njeri me integritet nuk votohet, duhet jesh i fortë i lagjes, duhet kesh... Por unë kam vërej që ka shumë raste në cilat realisht integriteti, puna, përkushtimi shpërblehet në mënyrën e durë. Pastaj se si e bllokon sistemi është diçka që duhet zgjidhur
në mënyrë paralele. Edhe ja që në fakt erdhi edhe rekomandimi që ky kodi aktual pra zgjedhor ka nevojë për rishikim. Për mua dhe them këtë me transparencën edhe me bindjen më të madhe, për mua ishte një formë, se e tha dhe kryeministri, kështu që tashmë u bë publike, mori vesh gjithë Shqipëria, por në momentin që unë nda mënyra se si do të garonim, pata një komunikim dhe ishte ajo çfarë realisht ndjejnë atë moment. Unë kisha një bërgj shumë madh me kryeministrin, sepse ajo që unë mora në 2021-shin, unë nuk vija nga radhët e partisë, nuk kisha bërë një ngritje karriere shkallë brenda radhëve politikës, vija komplet nga sektori privat, nga akademia, nga shoqëria civile, por jo angazhim politik. Dhe mu besu shumë, deputete, ministre, drejtuese politike qarku, antare kryesisë Partisë Socialiste, nuk besoj që ti ketë marrë kush kaq shumë pozicione në të njëjtën kohë, në një moshë kaq të re, por e theksoj me moshën e re vjen edhe eksperiencë, kisha 12-13 vite punë në atë moment. Dhe për mua shqyr që erdhi ky rasti, mezi po e prisja një rast për t'ia shpërbly, dhe në formën që unë mendoja që i duhet shpërbly, edhe për t'i vërtetuar që ky modeli funksionon. Pra ka nevojë për më shumë njerëz të tjerë, pra nuk ka nevojë që e dona të jetë lart më lart, por ka nevojë për shumë e dona, për shumë e dira, për shumë njerëz të tjerë të cilët kanë vullnet, kanë energji, kanë disa karakteristika të cilët për atë gjën e vogël, e cila i besohet, mundën me e bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo ishte sfida edhe arsyeja pse në fund të ditës shqyr që më dha rezultati më vonë, sepse unë në shtator isha krejtësisht e përgatitur shpirtërisht, edhe krejt e gatshme edhe për t'ju kthy sektorit privat, edhe për të vazhduar angazhimet e mia në Vjenë, sepse përveç doktoraturës, unë kam edhe një angazhim mësimdhënie atje, që është edhe një krenari për mua shumë e madhe, sepse ajo ishte prova e radhës që kush punon fort nuk e kam arrit me njëherë, më është dashur jashtëzakonisht kohë, ashtu sikur se me doktoraturën. Në fillim thoja ç'duan këtu, pra nuk do e marroj kurrë. Edhe përfundova duke marrë me summa cum laude që edhe për austriakët është shumë i rrallë që t'jepet ky vlerësim. E njëjta ishte edhe me momentin që më ofru me dhanë mësim atje. Nuk më erdhi me njëherë, më kanë testuar 2 vjet. Një herë hajde maj 1 orë të hapur, pastaj hajde maj 2 orë të hapur, pastaj përsërit edhe një herë këtë eksperiencën, duke më vëzhguar. Sa ata nuk e njohin katapultën si proces. Fare. Por austriakët, që unë kam patjetër një lidhje edhe për shkak se jetojmë këtej andej, për mua janë ndër modelet më të mira në botë, sepse ato të testojnë jo një herë, disa herë, derisa krijojnë bindjen. Po në momentin që krijohet bindja dhe ky besimi, pastaj është vështirë që të shkëputesh nga kjo lloj marrëdhënie. Dhe këtë vit fillova edhe një angazhim atje si pedagoge. Pra tani jam pedagoge në Vjenë. E bëke para mbrapa tani. Po, vajti ardhje, por atje sigurisht edhe sistemi arsimor, që është një ndër gjërat për shkakun që unë te Vjena te Austria vlerësoj edhe mundohem të sjell në gjermanisht e dona apo në anglisht? Në anglisht, jo me gjermanishtën, edhe doktoraturën në anglisht. Sepse kanë programe të cilat janë krejtësisht flasin gjuhën e vitit 2026, pra janë të orientuara nga praktika. Unë them që jam pedagoga atje, në fakt unë mentoroj atje, pavarësisht se është lëndë dhe vlerësohet me kredite njësoj si në Shqipëri, me të njëjtat pikë, po themi edhe me të njëjtat kredite, atje është mentorim, ata dorëzojnë një plan biznesin, fond ndërkohë që ne jemi akoma me literaturë, me stilin e vjetër, sepse kështu e kërkon. Është edhe ligji që nuk e lejon edhe shumë inovacionin, për shembull, sepse unë kam propozuar këtë metodë, pra që kam parë, se është gjëja që shoh diçka në Austri dhe patjetër mendoj si mund ta replikojmë ne këtu, duke e përshtatur sigurisht me kontekstin lokal. Po edhe kush do me bëj inovacion, ne kemi disa ligje që janë sigurt të jenë shkruar në gur, që është shumë vështirë për të dalë nga kornizat, për të bërë inovacion, flas në akademi për shembull. Ama pasi e marrova vetë doktoraturën, mendova thash kjo ishte një mundësi fantastike se ishte edhe programi, ishte një konsorcium me 8 universitete europiane, nuk ishim 2 veta nga njëjti shtet, pra ke edhe këtë networkun edhe kënaqësinë për mendim, mendje të ndritura, jo vetëm profesorët, por edhe kolegët me cilët bënim këtë rrugtim. Dhe në fund, masi krijova edhe një marrëdhënie me universitetin, e kam fut Universitetin e Shkodrës në këtë konsorcium. Sa bukur. Dhe duke filluar nga ky vit, 3 profesoresha shumë nderuara të Universitetit Luigjë Gurakuçi, tashmë janë mentore doktoraturash në këtë program,
dhe misioni im do të jetë i përfunduar kur pas 1 viti e gjysmë, se edhe kaq na ka ngel nga 2 vite në total që duhet për të kaluar edhe vetë Universiteti i Shkodrës këtë testin me austriakët. Universiteti do të jetë me drejta të plota dhe ne do të kena mundësinë që këta studentët e doktoraturës të vinë edhe të studiojnë në Luiç Gurakuqi dhe të marrin mentorimin, pra udhëheqjen e diplomës duke bërë në Luiç Gurakuqi, ndërkohë që marrin një diplomë ndërkombëtare atje. Këtë njëjtën gjë e kam parë pra në çdo fushë, pra shif diçka që funksionon atje dhe mundohu ta përshtasësh në gjëra dhe krejt jo kaq të mëdha sa që ishte kjo, se kjo është një effort që po desht shumë kohë për ta arritur shumë njerëz. Një mundësi e zakonshme. Dhe Universiteti Luiç Gurakuqi realisht është impresionues, sidomos fakulteti i ekonomisë dhe ato tregunin angazhimin dhe shqyqyr na e zbardhën vetës të pares, po na e zbardhën edhe ne si Shqipëri faqen atje në Austri. Kemi patur edhe ne disa angazhime dhe nisma me universitetin dhe realisht janë të tillë, edhe mendoj se meritojnë gjithë këtë mundësi që ju është dhënë edhe është një potencial i cili ja vlen zhvillohet. Edhe ti po flisje pak më përpara për Austrinë. Austria zakonisht ne bëjmë këtë pjesën e trajnimit të brendeve, secili ka një brand. Austria ka krijuar brandin e vet të cilësisë. Çdo gjë e bën me cilësi. Është një nga shtetet ku realisht gjërat funksionojnë sepse njerëzit e respektojnë atë që po thoshim, respektojnë sistemin dhe e mbajnë rrugtimin e tyre edhe profesional, po edhe si qytetar në shoqëri me shumë kujdes. Unë admiroj këtë tek ata se sa shumë e respektojnë qytetarinë, sistemin, vendimarrjen dhe kjo është një nga gjërat e bukura që në fakt edhe unë më pëlqen shumë nga Austria. Ti the që i kishte gjitha këto mundësitë edhe unë shpeshherë punoj me diasporën, kemi punuar që në fillim që nga studentët e më pas edhe tani me votën e diasporës dhe kanë edhe ata këtë dëshirën gjithmonë që të rikthehen, të investojnë në Shqipëri, të jenë kështu si një urë bashkëpunimi, ndoshta ajo duke u rikthyer përfundimisht, po të bashkëpunojnë me Shqipërinë. Mendon se ju kemi dhënë mjaftueshëm mundësi edhe se e shfrytëzojmë mjaftueshëm potencialin e tyre dhe a do mund të bënim diçka më shumë, sidomos për pjesën e ekonomisë, ku ti ke ndërmarrë edhe politika, apo edhe nisma nga më të ndryshmet? Mendoj që nuk i na bë sa duhet. Mendoj që shumë më shumë mundet mu bë dhe mendoj që elementi kryesor nëse do të dizenjohet një program i veçantë ose për rikthimin ose për bashkëpunimin, kena bë disa nisma. Qeveria ka bërë disa nisma, kriju disa borde ku ato janë pjesë e vendimarrjes, bë disa thirrje për mu kthy me kontribue me radhë. Por mendoj që ajo që duhet të bëhet më mirë në një program të ardhshëm është mentorimi i tyre, veçanërisht për pjesën e parë psikologjike të rikthimit, sepse për një individ i cili ka bërë jo vetëm vite studimi, por që edhe ka jetu jashtë, pra që është mësuar me një lloj standardi, sigurisht që guri i rënd peshon vend vet edhe gjithkush ka qejf me ardhmë me jetu në vend vet me familjarët e vet, në tokën e vet, po është krejt ndryshën njësia të kenurit në shtëpi. Po sigurisht që dikush që ka pas një rrugtim plot sakrifica për të arrit një arsim, një vend pune dinjitoz në një vend huaj, duhet t'i vlerësohet dhe duhet punohet më shumë, sidomos e them në fillim sepse unë kam pas edhe kam asistuar vetë, aq sa kam pas mundësi edhe aq sa kam pas ndërlidhje edhe aq sa më zhdon dhe rasti pra kush më ka pyet më ka marrë një mendje që atë kthehem ose po kthehem, kam vënë në re një karakteristikë të përbashkët të gjithë rasteve, që në fillim dihen paksa peshku pa ujë. Dhe vinë me shpresa shumë të mëdha, me ideale shumë të mëdha dhe ky naiviteti, idealizmi i tyre është për tu respektuar dhe për tu përqafuar dhe duhet mendoj që ne që jemi më të ndërgjegjshëm edhe për sfidat, edhe për thikat, edhe për goditjet poshtë brezit këtu, mendoj që duhet i bëhemi mburoj që këta mos ta shohin me një herë këtë pjesën, po t'i motivojmë sepse duke fut këtë pjesë në administratë, në biznes, kudo, në çdo
element të jetës tonë, kena mundësi që këta me impaktu atë mikromjedisin aty dhe është një valë, pra sikur hedh gurin edhe vala e tyre të shpërndahet. Ndërkohë që e përbashkëta që dëgjoj po nga këto është vetë familjarët, vetë shoqëria e tyre, çdo këtu kthehu mrapsh, pra këtu sjetohet, këtu zbëhet etj. Por ne po jetojmë pra këtu. Ne po jetojmë këtu dhe ku e marr që të kthehen prapë, por edhe këtë element mendoj që kthimi duhet të jetë i mirë menduar, me një rrugtim të qartë karriere dhe reintegrimi në shoqëri. Pra edhe këtu duhet më bë diçka në mënyrë sistemike, jo ad hoc. Mbaj mend të para shumë vitesh nisëm në Brain Gain Albania, e cila në fakt synonte pikërisht në atë kohë ishte për profesionistët e lirë. Unë mendoj se duhet bërë edhe për bizneset një strategji jo vetëm e thithjes së tyre, po edhe reintegrimit, edhe e mbështetjes në realitetin shqiptar, dhe unë mendoj që diaspora me eksperiencën që sjell, se është pikërisht ajo që ti po thoja, unë i shoh atje dhe i sjell këtu, me eksperiencën që sjell është një potencial i jashtëzakonshëm edhe për këtë Shqipërinë e vogël, e cila ndonse ka shumë burime, ka edhe shumë problematika, të cilat mund të zgjidhen me praktika të mira pas një lloj problemi. Ti ke qenë, si që tham, edhe në pozicione ekzekutive, edhe në pozicione legislative, një nga pyetjet që unë kam gjithmonë dëshirë të bëj është cile ka qenë vendimi ose ligji më i vështirë që ke votuar ndonjëherë, ose vendimi që ke marrë si ministre, dhe cili ka qenë më i bukur, ai që ke bërë me më shumë qef. Mund t'i thuash edhe të dyja, po ta lë kështu të thjeshtë. Si po nisi nga ky që kisha më shumë qef, ligji për startupet edhe aktet nënligjore, sepse një pjesë para largët jo komunitetit të ekosistemit të startupeve u habitën sa shpejt u bë ligji. Se ne për EOF-t për shembull kemi një 15 vjet po ndryshojnë dot atë ligjin, kështu që është mirë. Unë kisha një dekadë që ishin investu shumë partner ndërkombëtar, që s'po i përmend me emri, pa agjenci zhvillimi, banka ndërkombëtare që ofrojnë asistencë në Shqipëri, që kisha punu në këtë ekosistem, pra ishin 10 vite punë, dhe përveç kam edhe një koleg, po ai është tani në të 60, kolege quaj pra nga industria, nga sektori i startupeve, ai është diku të 60 plus, dhe i thoya gjithmonë unë jam e dyta mas teje, që kishim më shumë eksperiencë në këtë fushë. Dhe nuk erdhi me njëherë, pra për mu ishte shumë shpejt patjetër se u kalua për shumë pak muaj nga marrja e detyrës. Po vinte mas një dekade, ndërkohë që ishte edhe kryesorja, dhe këtë duhet ta them patjetër, po flas për aspektin teknik, po kryesorja dhe absolutja ishte vullneti dhe vizioni politik. Pra mos ishte ajo mendja e ndarë Edi Ramës që ne do të bëjmë një ligj për startupet, që s'kishte askush në Europë nuk ka një ligj të dedikuar për startupet, dhe do t'i vëmë një buxhet 10 milion euro, ishte domethënë pra edhe për mua që kisha punu kaq shumë, unë vetë nuk, pra po të më ishte kërkuar një raport për një propozim, nuk do ta kisha bërë kaq ambicioz. Por sigurisht që duhen të tilla vendimarrje që thyejnë disa barriera, disa pra vendimarrje rrugtim klasik, për me ngushtu këtë boshllekun që ne kemi zhvillimor me vendet e tjera. Pra kjo pasaporta digjitale për 24 orë etj, pra sollëm shumë risi që edhe kur i prezantonim në arenën ndërkombëtare, sigurisht që nga italian part në habiteshin që sa shpejt kemi jetë, sidomos me digjitalizimin. Ndërkohë, kjo ishte pra pjesa e bukur. Vendimarrja më e vështirë sigurisht pra ka qenë vota për ndryshimin e ligjit për profesionet e lira, sepse unë vija nga bota e biznesit. Dhe komentet që kam marrë edhe mesazhet që kam marrë nga kolegët e mi të sektorit privat, ishte praktikisht ato që një patjetër të tradhtuar. Shtu desh, pse hyre? Si e votove, po ndërkohë unë kam këtë bindjen dhe e kam absolute. Pra është pjesa atyre utopive që po thoja. Ditën që do të hyj në parlament, dhe kjo ka qenë përgjigjja që i kam dhënë për këtë dhe për çdo gjë tjetër, ditën që do të hyj në parlament, si deputete e pavarur, atëherë po. Bën sens kjo. Por nuk më bën sens të qenë pjesë e një partie politike, çfarë do lloj partie politike, ku në 2021 nuk kisha bërë asnjë rrugtim, pra isha atë që dikush jo me dashamirësi e thoshte katapulta.
Po s'është katapult ajo se Për mua jo, ti vjen nga një profesion. Definitivisht për mua s'ishte Katapult është kur s'ke asnjë profesion asnjë gjë dhe katapultohesh, është ndryshe. Për mua jo, po shumë pak njerëz e dinin rrugtimin tim, sepse asociohesh pra në politikë, asociohesh vetëm me emrat që kemi 30 vite që dëgjojmë, jo për eksperiencat që ne kemi bërë në sektor. Definitivisht unë vetë nuk e shoh ashtu, po them pra mesatarja e njerëzve që e ndiqnin këtë rrugtim. Edhe prap me profesionistët, pra me biznesin e kisha këtë momentin, por e kam pas për çdo vendim. Nuk mundesh me kanë pjesë e një partie politike dhe me shku kundër ideologjisë së përgjithshme që ajo parti politike ka. Po, ke një mendim ndryshe, diskuton me dyrë të mbyllura. Unë kam diskutuar disa herë për shembull disa gjëra me kryeministrin, për cilat kisha pra një opinion, një studim, një analizë, doktoratura këtë t'jep tash i fillon mendon që mundesh me dhanë mend për çdo gjë. Fitoni konfidencë. Dhe çdo gjë për shembull të mendimi kritik të ndihmon shumë të bërit analiza krahasimore. Unë edhe në çdo punë që bëj edhe si deputete, po tani edhe në sektorin ku jam aktualisht, studioj modelet. Pra kush janë modelet më të mira, krahasoj dhe më vonë shif çfarë mund të implementojmë dhe asgjë s'mund të implementojmë pra copy-paste, duhet mu përshtat gjithmonë me kontekstin ton lokal, që në shumicën e rasteve sjell avantazhe, sepse ne për shembull me legjislacionin jemi shumë avangard. Jo vetëm për pjesën që kemi legjislacion shumë të mirë, po kena edhe liri shumë të shpejtë ndryshimit. Pra po duash të ndryshosh një ligj në Shqipëri e bën për një muaj. Në Europë nuk ka shans që ta kesh këtë lloj benefiti sigurisht kur përdoret pastaj për gjëra të duhura të mira. Po sikur ta ketë gabim partia, ti vërtet po thoje që me konsultime të brendshme etj, sa është fuqia e një deputeti që ndoshta të votojë ndryshe, po edhe të abstenojë, faktën. E vogël, sot është e vogël, por e them është edhe për formën se si vinë deputetët në parlament. Ka ndryshuar, edhe po flas tani, nuk po flas vetëm për një parti, po flas për të gjitha, pra subjektet. Është sistemi i tillë që kemi shumë njerëz që janë me kontribut të vogël ose janë për arsye specifike në atë sallë. Dhe sigurisht që unë vetë e para mendoj që nuk është e drejtë që një deputet ose të abstenojë ose të vi kundër, të votoj kundër subjektit vet politik, çfarë do lloj subjekti, mendon që je i aftë, je i zoti, po jepi forca, provoje. Në momentin që del vetëm, po, dhe pastaj patjetër që respekti edhe, po e vërteta është në një vend si Shqipëria, një njeri sado t'i ketë gjitha karakteristikat e mira, për mua është do thoja pa mundur, po ndoshta pa mundur, po shumë e vështirë. E pengon kodi elektoral, pra nuk arrin dot të aksesosh. Atëherë duhet të asociohesh me atë subjekt politik që i afrohet më shumë vlerave të përgjithshme dhe duke menduar në mikromjedisin tënd se çfarë mund të përmirësosh, çfarë mund të bësh diçka më mirë për t'ia shtuar kësaj gjës. Në 2021 unë uftova nga kryeministri. Në vitin 2025 uftova nga zëvendëskryeministria, nga një grua, e cila gjithashtu e beson në filozofinë që punët e mira bëhen skuadër dhe bëhen edhe me vajza e gra të tjera. Kështu që definitivisht ndihem akoma më shumë e privilegjuar që kam mundësinë prap për kontribu në një sektor specifik. E quaj privilegj, nuk e quaj pra s'ma ka detyrim askush. Dhe mundohem maksimalisht për me shpërbly këtë besim. Nuk u largove dot nga politika drejt akademisë, po të tërhoqi sërish. Më mbajti edhe një herë. Është mirë të kemi njerëz të cilët kanë dëshirë të punojnë edhe të merren me politikë, pse jo? Se është e rëndësishme të kemi njerëz aktive dhe që duan të kontribuojnë. Tek pjesa e votimit tani ne kemi një rubrik të vogël në podcastin tonë, e cila është fiksi votimit. I ke ose një karton të kuq ose një jeshil dhe aq. Nuk e shpjegon dot as me fjalime as me relacione, duhet vetëm me një fjalë. Mit apo e vërtet? Mit apo e vërtet? Edona Bilali nga Partia Socialiste. Të jesh e re në politik është dizavantazh. Mit apo e vërtet? Mit. Sipërmarrja në Shqipëri pengohet më shumë nga burokracia se sa nga mungesa e kapitalit. E vërtet. Rrjetet informale kanë më shumë peshë se sa institucionet. Nuk ka abstenim. Mund të pak të dyja.
Balans. Mes mitit dhe të vërtetës? Mes mitit dhe të vërtetës. Pa lejojmë. Brezi i ri i politikanëve sjell një kulturë të re qeverisje. Mit. Politikën shqiptare e udhëheqin më shumë individët sesa institucionet. E vërtet. Në Shqipëri, gratë politikane përballen me paragjykime të vazhdueshme. E vërtet. Në politik duhet bërë patjetër kompromis. E vërtet. Siguria energjetike është prioritet kombëtar, jo vetëm deklarativ. E vërtet. Politika shpesh është një lojë pushteti. Fatkeqësisht e vërtet. Stereotipi se gratë nuk marrin vendime të rrezikshme i kufizon mundësitë për to. Mit. Paratë dhe politika janë të pandashme. Mit. Shumë faleminderit. Është e vështirë në fakt të shpeshherë ta bësh politikën vetëm me një fjalë, vetëm me një vot, pa folur shumë, pa shpjeguar shumë, po mbi të gjitha pa dëgjuar dhe pa u konsultuar, ashtu si shpeshherë ne shohim që ndodh. Mit apo e vërtet? Është një nga këto rubrikat që ne bëjmë që realisht na e pengon atë mundësinë për t'i shpjeguar gjërat, por me dëshirën për të folur edhe për të thënë disa të vërteta edhe në këtë podcast i cili kërkon t'japi zë dhe kërkon t'japi zë të vërtetave në mënyrë që ne të flasim për to edhe t'i zgjidhim në mënyrën e dur. Shpeshherë unë e thash edhe pak më përpara, kur flasim sidomos për barierat për gratë dhe vajzat, fshihemi pas faktit se ato mund të jenë kosto të bërit politik. Sidomos dunën her pas here ne themi, hyre në politik tani do t'i durosh gjithë këto problematikat apo mungesën e financave etj. Dhe ajo që kemi mësuar është pikërisht që të vërtetat t'i themi, problematikat t'i themi dhe së bashku të bëjmë maksimumin për t'i zgjidhur. Në përmbyllje të këtij podcastit, kësaj bisede e cila në fakt ishte shumë e këndshme, unë do të kërkoja një mesazh të fundit, t'i the pak më përpara që janë të rinjtë dhe gratë në politikë, ata me cilët unë realisht dua të punoj, një mesazh për ta. Për ata që janë pjesë e politikës, që ti ke pasur në skuadër, ke ecur bashkë me ta, por edhe për ata që duan t'i futen politikës, ja vlen apo jo? Unë vazhdoj me qenë politik, kështu që për mua ja vlen, edhe mendoj që pavarësisht sakrificës shumë të madhe për të qenë grua dhe vajzë, po edhe i ri në politikë, nëse dona me jetu në këtë vend edhe nëse dona me pas një za për me fol, sepse zani është duke kontribu këtu, jo duke thënë nga kafja sa që janë këto, duke shajt të gjithë palët, duhet mu rreshtu tek aktivët. Çfarë do lloj pozicioni qoftë, qoftë politik, qoftë administrativ, kështu që unë patjetër që jam për po, duhet të aktivizohen, nëse kam një mesazh që doja ta jepja dhe është një gjë që nuk e ceka, po e shoh të rëndësishme për ta dhënë si mesazh, është empatia me të cilët duhet marrim vendimarrjet, por jo vetëm vendimarrjet e rëndësishme. Empatia tregohet nga mëngjesi, nga momenti që përshëndet sanitare në institucionet ose rojën e derës, deri tek vendimet më të rëndësishme. Pra në mos kena në dorë fate për të nëshur ligje, për të bërë autostrada, aeroporte etj. Kena në dorë çdo ditë të kontrollojmë edhe të japim një shembull me sjelljen tonë, qoftë nga strukturat rinore të partive, qoftë në përditshmëri, është shumë e rëndësishme që fjalët t'i masim, t'i peshojmë dhe të kujdesemi që ai njeriu që kemi përpara nuk është thes boksi dhe mua më kanë thënë shumë gjatë rrugtimit në politikë që duhet kesh stomak të madh për ta përballu këtë. E vërteta është që u dashka stomak i madh për të mbajt gjithë atë çfarë të vjen përballë, po kjo nuk është faji politikës, kjo është faji i jon kolektiv si shoqëri, kështu që të rinjt që aspirojnë për të futur në politikë, duhet të jenë fillimisht modelet më të mira aty ku janë, në punën që janë, në pozicionin që kanë në shoqëri dhe kur të hynë gjithmonë me këtë në mendje. Si profesionist të mirë dhe më pas si politikan të mirë, po mbi të gjitha si qytetar, si njerëz të mirë. Mbi të gjitha si njerëz të mirë, kryesorja. Edona Bilali, shumë faleminderit
për këtë bisedë. Shumë Faleminderit faleminderit për ty. kohën që na kushtove, është gjithmonë kënaqësi. Ky ishte episodi i radhës i podcastit ton Vox Politics. Nga unë Lira Çepani, shihemi në episodin e radhës.